Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Allahun e madhruar falenderojmë vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Lutim Allahun që t'i bekon takimet tona, t'i pranon veprat tona dhe të na fal mëkatet dhe lëshimet. Të nderuar, jemi sot takimin e radhës dhe është takimi i parafundit, ne që kemi një takim në këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe i munduar gjatë këtyre takimeve të marrim disa stacione të rëndësishme ngjarje që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam e që neve na duhen mësimet dhe porositë që dalin nga ato ngjarje dhe ato zhvillime. Padyshim që biografia e pejgamberit alayhi salatu wasalam është shumë më e pastër, shumë më e begatë, don shumë atë për sqarime, shtjellime, don kohë më të gjatë dhe këto mësime që po i marrim nuk duhet të jetë mjaftueshme më asnjëherë që të mendojmë se tash dim çka ka ndodhur në kohën e pejgamberit sa, por janë pika orientuese që me to orientohemi në njohjen më të detajzuar dhe më të thellë të jetës së Muhamedit alayhi salatu wasallam. Dhe kemi për obligim të ndëruar që të lexojmë për pejgamberin e sa, kemi për obligim që të lexojmë fjalët e tij, porositë e tij, nga se nuk ka udhëzim pa mësimet e tij, nuk ka udhëzim pa porositë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nuk mund të kuptohet Kur'ani pa sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj jemi të varur në çdo aspekt nga mësimet dhe udhëzimet e Muhamedit alayhi salam, qoftë fjalëve të tij, veprave të tij apo çka do të qoftë që ka ndodhur në kohën e tij. Kemë përmendur se nga ngjarjet e rënda që i ka ndodhur pejgamberit sa në Mekë ka qenë edhe vdekja e dy përkrahësve të tij, ku pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam është përpjekur që të gjejë një ambient të ri të përhapjes së misionit dhe ka shkuar në Taif. Por fatkeqësisht banorët e Taifit janë sjellë në mënyrë të vrazhd dhe arrogante kundër pejgamberit alayhi salatu wasallam, me gjithë faktin që ata e dëbuan pejgamberin sa e refuzuan, ai lutej për ta. Ky është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai për ta lutej, bënte dua për ta. Ai kërkonte nga Allahu xhallahu që Allahu t'i udhëzon, nëse jo ata s'po pasardhës të tyre. Dhe në kthim nga Taifi, pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk gjet mirë kuptim nga kurajshët e Mekës që të hyjnë i lirë në shtëpi vet, në qytet vet, dhe u dashë përmes një mbrojtje që i dha një fis i Mekës që të hyjnë në Mekë. Gjitha këto të ndërruar të regojnë se sa ka qenë situata e vështirë, në qëfar sprova, qëfar të lashë ka kalu Muhamedi alayhi salatu wasalam. Kur gjitha rrugë të mbyllën për krahësit kryesor shkuan, Mekasit u tërbuan edhe më tepër e shtun arrogancën, veçanërisht pas informatave që ka shku pejgamberin Taif, ishte një situatë shumë e vështirë për Muhamedin alayhi salatu wasalam. Ishte një pozicion shumë të vështirë. Dhe në këtë kohë të ndërruar vëllezër, Allahu te barekuhu teala ndërhyn me mëshirën e tij, me fuqinë e tij, me urtësinë e tij, me një ngjarje madhështore që si ka ndodhur askujt më herët, e që ishte një mesazh i qartë për përkrahjen e Allahut për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj ndodhi ngjarja e Isra's dhe Mirajit. Muhamedi alayhi salatu wasalam ende sa ishte në Mekë pak para shpërnguljes, Allahu te barekuhu teala e dërgoi melekun Xhibril në Mekë që ta shoqëronte Muhamedin alayhi salatu wasalam në udhëtimin drejt qiellit, në takim me Allahun xhalla xhelaluhu. Takimi me Allahun xhallahu ala edhe rrugtimi i Isra's dhe Mirajit është një udhëtim të ndërruar, vetëm rrëfimi i ngjarjes është i gjatë. Rrëfimin e merr një takim si ky, e ku janë dobit, e ku janë shërimet. E kemi sqaruar në disa raste, domthonë Isra'n dhe Mirajin, qoftë në ligjërata të zakonshme, qoftë edhe mbas sabajit, edhe në hutbe. Prandaj nuk do të kena mundi tash mu fokusu në ngjarjen e detajzuar. Por do të kaloj shpejt në për ngjarje, pastaj do të fokusohem në disa dobi të rëndësishme që duhet të kemi parasysh tek ngjarja e Isra's dhe Mirajit. Allahu xhallahu ka dërguar Xhibrilin që ta merr Muhamedit alayhi salatu wasallam dhe përmes një
kafshë që Allah ka dërguar, ishte një met transportues, por që nuk ishte i tokës, ishte i qiellit, lëvizte me shpejtësinë e madhe të dritës, dhe e morën pejgamberin alayhi salatu wasalam, pas që ja pastruan zemrën për herën e dytë, herën e parë ka pastruar kur ishte fëmijë, e kemi përmendur sa ishte jetim, edhe tash me një gotë të zemzemit ja lajti Xhibrili zemrën dhe brendinë e mbrëmshme, e përgatiti për takim, nga se për të shkuar tek Allahu te barta duhet me qenë një gjendje pak më ndryshe. Pika e parë e udhimit apo pikëndalja e parë ishte në Kuc në sotshëm, që po ndodhen ato zhvillime tash aty në afërsi, domthonë padyshim të mërshme, të frikshme, ato që ka shohim nga vrasja e pamëshirshme ndaj fëmijëve, ndaj grave, rënimi i shkollave, domthonë bombardimi i spitaleve, diçka që realisht njerëzimin është moti s'ka pa. Lutim Allahun që Allahu azza wa jalla ta besimtarë aty ato besimtarë këtë muaj të Ramazanit, Allahu më shlirun nga i gazap, nga i munim, e që u shëndron Allahu xhallahu Afrikën në siguri e urin, në ngopje dhe vrasjet të ashën në jetë që vazhdojnë tutje me jetën sikurse jetojnë njerëzit e botës mbarë. Mos e rënë lutjen këto ditë veçanërisht ditë Ramazanit, dhe bëjmë dua për ta që Allahu xhallahu i ndihmu dhe Allah më u lehtësu. E në këtë xhami në Kuc, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkoi aty. I ka takuar të gjithë pejgamberët e Allahut te barekuhu teala. Allahu xhallahu ka mundsuar që takohet me pejgamberët e Zotit xhallahu ala. Dhe ju ka pri këtë pejgamberë Muhamedi alayhi sallam në namaz, ka qenë imam i gjithë për të treguar se kjo është vulja e pejgamberëve dhe njëri më i dashur i Allahut te barekuhu teala. E prej aty pastaj është nis në qiell, e në çdo qiell e ka takuar një pejgamber. Don Xhibrili ka vazhduar me pejgamberin sa në ngritje në qiellin e parë, e pastaj dytë, e tretë, kudo që kanë kaluar, Xhibrili ka treguar se jam me Muhamedin, pasi meleu ka pyet kush është, nëse s'ka me kalu pa leje, ka dismi ka rregull. E çdo kat, çdo don që janë ngrit, Xhibrili ka kërkuar leje me kalu me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Derisa është në qiellin e 7 dhe pastaj aty Xhibrili është ndalë, ka thonë deri këtu është kufini jam. Pastaj ka vazhduar pejgamberi sa me disa hapa derisa domthon ka pa një dritë madhe, e ka pyet Aisha, a ka pa Zotin, ka thonë dritë e madhe ku më e pa atë. Nëse ka pa pejgamberi Allahun te barekuhu teala nga mendim më i sakt, mirë po ka pa dritë madhe dhe ka komunikuar me Allahun te barekuhu teala direkt apo. Në Isra dhe Miraj Allahu xhallahu ala të ndruar ja ka bëu obligim namazin. Namazi fardh që na falem të sabajin, na falem drekën, kështu me radhë është bë obligim natën e Isra dhe Mirajit. Dhe ka ndodhur një ngjarje ku fillimisht namazi është bë obligim 50 namaze, po pejgamberi në kthim është taku me Musa alayhi salam, e Musa alayhi salam e ka pyet çka do Zoti? Tha Zoti më dha 50 namaze. Musa alayhi salam tha kthau e thuj Zotit shumë janë. Unë i kom provu njerëzit, i kom provu bani Israilit, s'pranoi njerëz apo. Musa më provoi, e ka ditë që ka 50 çat sfalë apo. Po më kom 50 apo. Dhe pejgamberi më është kthy, mëshirë për njerëzimin, mëshirë. Dhe ka kërkuar nga Allahu xhallahu ala lehtësim, derisa Allah i ka prunë në 5 namaze, e ka thonë 5 janë për juve, ndërsa tekun vlerëson si 50, nga se fjala ime nuk ndryshon. Ne ne falim 5 vakte, por tek Allahu llogaritën sikurse më qenë 50 vakte. Dhe është kthy pejgamberi pastaj në Mekë, dhe kjo ngjarje është dashur me kon një motiv i madh për Kurajsh me besu në Allahun te barekuhu teala, kjo ngjarje e madhe se pejgamberi ju ka rrëfyer diçka që ata s'kan pa, edhe i ka bind se ka udhëtuar nga se me udhëtu për Mekës në Medinë sa është larg, e lëm me udhëtu për Medinës, për Mekës me udhëtu në Kuc, që është gati 3 fishi rrugës, brenda një natë ka qenë pa paramendueshme atë kohë. Edhe u ka shpjeguar komplet që çdo Kuc, pse kur s'ka qenë. Me i bitë se kum pa Kucin, kam qenë, o prapë si kam besuar dhe janë tallë me te, por si ka, se ka dëmtuar pejgamberi sa mos besimi tyne, nga se kjo ka qenë veç fatkeqësi për të keqën e tyne. Kjo është shumë shpejt ngjarja e Isra dhe Mirajit të ndërruar. Çka marrëm nga kjo ngjarje apo? Fillimisht të ndërruar Lazar, ajo që marrim nga ngjarja e Isra dhe Mirajit është fillimisht se na besojmë në atë që na ka lënë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Këto rrëfime mund të jenë nganjëherë ndoshta
të pakapshme për logjikën e përmendjes, e qysh në qiell, e qysh u shku, e qysh si ka nxon frima, e qysh. Për Allahun kjo është e letër. A ka dërguar Allahu pejgamber, letësh Allah më morë qiell e më qua atje, letësh për Allahun xhallahu ala. Na besojmë në atë që na ka lëmruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ndoshta kapaciteti i mendjes tonë është i kufizuar për të kuptuar gjëra të tilla. Prandaj mendja është e kufizuar. Si kur syni është i kufizuar, syna mund me pa sa të dën, jo smunët. Tash pse e ki murin përpara, s'mund të pa për jashtë ka kap. A mund të meni sa dush, s'mundesh apo? Tash ka njerëz që në shtëpi vetë po flasin, po të si tu i një apo? Se i kufizuar. Prandaj syni është i kufizuar, veshë është i kufizuar, zona është i kufizuar, tingull është i kufizuar. Shëna, mrena ime për duhet me mikrofon që jam me mënima mira, të kufizume i në na. Edhe në mendja e të kufizume, dhe mendja është kufizume. Së është mendja qaq e gjonë që krejt që ka duhet me kuptua, krejt që ka duhet me njoft, mendja mund me i vërtetu. Probleme ka përë. Por, ka disa argumente tjera që mendja i pranan, e mbasyre na pasaj problem gjëra tjera. Andaj, argumente që flasin se pejgamberi është i dërguar i Allahut, janë argumente edhe logjike, edhe natyrshme, edhe morale, gjitha profileve tjetës dëshmojnë për vërtetësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe na besojmë se ai ka shkuar në Isra dhe Miraj. Na besojmë se ai ka udhëtuar brenda natës, gjithë këtë udhëtim kaq të madh u kthy, e shtratit i ka qenë ende i nxehtë. Por na as shtati nuk uftof, çfarë shpejtësie marrëmend se udhëtimet, që Allahu kur mundet apo. Çështja e dytë besojmë në fuqinë e Allahut xhallahu ala. Shikoj Allahu xhallahu kur do me pështu robën, çka ka bën Allahu te barata. Prandaj Allahu xhallahu ala i ka treguar pejgamberin edhe praktikisht. Nëse ata në tokë besojnë, çfarë në qiell sa ka besimtar. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam se kudo që kum kalu në qiell, kum pa melek që e kishin mbush qiellin, s'kishte hapësirë as një plumb. Gjithë kjo hapësirë e madhe në qiell, toka është një kokër gruni, a më e vogël, në raport me ata, s'do këtë heq, qejtë e gjonë që janë atje. E thot pejgamberi sa s'kishte as një plumb në qiell ku jam ngrit, e që nuk ishte melek të cilët Allahun e aduronin. Kishte melek në këmbë, në ruku, në sejdë. Shikoj madhni Allah ta xhel. Çka i duhet namazin njerëzve? Çka na bëj për Zotin xhelalu ala? Gjithta adhuruesi ka Allah në qiell. Ato që ka pa pejgamberi sa ka s'ka pa ata. Ka pa Beitul Ma'mur, çabia e qiellit, ka çabë në tokë, ka çabë në qiell. Çabia e qiellit Beitul Ma'mur, në qiellin e 7. Ka thonë pejgamberi në të hyn 70.000 melek çdo ditë edhe s'kthehen më. Do të kanë drejt veç një herë me hijë, para mëna pe që ka kryer Allah qiellin e tokën ka 70.000 hin, edhe s'kan drejt 2 herë me hijë, një herë veç hin. Sa në këtë numër Allah? Sa ky numër? 70.000 herë sa ditë dunjaja i ka vënë. Numër baramens. Ande Allah thot: "Wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu." Ushtrinë Allah se dënia askush pasaj. Ai din sa ka veç Allahu xhallahu ala. Edhe kjo e mbush zemrën madhrim për Allahu xhallahu ala, madhështi, respekt, nështrim, zbatim të urdhave të tij. Kur Allah urdhon për diçka, nuk duhet me e vënu, a dim kush të ka urdhëruar, a dim kush po kërkon Zoti i gjithësisë, nuk ka dikush i thjesht, nuk ka dikush që ti le t'ia bën me ta, është Zoti i gjithësisë, krijuesi. Në dobi që marrë në rrugë është pejgamberi para se të shkojë në Isra dhe Miraj. Me gjithë pastërtinë që ka pas, prapë e kanë pastruar zemrën ata. Që i bjen se ai që dënë me Allah me komuniku, duhet me pasur zemrën. Ai që dënë me pas namazin rregull, duhet me pasur zemrën nga zilia, nga inati, nga urrëtia, nga manjëmësia, nga vetpëlqimi. Nuk është me fal namazin e zemrën e ki mbushur në zili për tjetrin. S'u me fal namazin ti e zemrën e ki të mbushur me urrëtie, mbushur me mendjemësi, me vetpëlqim, me vese të këqija. S'mundesh të më fal. Namazi është pastrim dhe kërkon pastrim. Ai edhe të pastron, po kërkon që ty shi pastron të. Abdesi çka është abdesi? Është një treguese, nuk është me Allah me komuniku tek që ashtu. Qysh edhe hajde, ja. Do të tesh atë posaçmë më vesh. S'bën me koni çplut në pjesë saktuar, femrat me koni mbuluar komplet përveç durrëve dhe fytyrës, namaz edhe jashtë namazit. Qëse Allah ka bu obligim, andaj po del për Allah xhallahu, s'u fillon çysh dush ti. Dhe pasojë zemrës më rëndësishme apo. Çështë vetë tjetër që mund të ndërrozë këtu është
ka shumë, po e marrim se pejgamberi ka shkuar në Kuds për treguar se ai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po edhe pasuesit e tij sa janë të lidhur me këtë xhami. Nuk është ai xhamia thjesht, që çdo xhami për neve është e rëndësishme. Për neve është e rëndësishme. Çdo xhami për neve është shtëpia e Zotit. Dëmtimi i saj është lëndim për neve, mos flas rënimi i saj. Mos flas rënimi i saj. Sa xhamia janë rënuar gjatë luftës në Kosovë. Shumë të mëdha, shumë janë rënuar. Me qindra xhamia, me 300, 400 xhamia janë rënuar në Kosovë. Pse e ka bërë këtë? Pse kanë ditë se këtu na dham shumë për më lënduar, për më dëbu. Po ka dashur Allahu te vërtetë janë ndërtu edhe më të mira, edhe më shumë, edhe kanë mund ndërtu. Për shkak se xhamia është simbol i paqes, i lirisë, është simbol i adhurimit, i lidhjes me Allahun te barekutaala. E nëse xhamia do të qoftë për neve, çka ka Kudsi për neve, çka ka Çabja për neve, të fanë shajta. Një namaz në Kuds me fal, është si 500 xhamit neve atë. 500 namazë ka Kudsi atë. 1000 ka xhamia e pejgamberit, 100.000 ka Çabja atë. Tani shajta është ka Kudsi. Nuk ka xhami rëndom të japë. Dhe muslimani kur shef pamje kur, për shembull, ushtarët në njerëzore hyjnë me çizme në xhami, për shembull, edhe e njollosin e përdosin xhamin. Nuk është kjo punë e lehtë me po muslimani. Po me jetën çfarë do faktori tjetër? Në çfarë mënyrë muslimani nuk e pranon atë punë apo? Që si vjen me i për shembull edhe në kish, muslimani s'e pranon, s'ban ashtu me jetën. Te ke mundi ti spajtohesh me mënyrën që atje adhuro Zotit punë tjetër. Po nuk bën me i me prish, nuk bën me i me rënu, nuk bën me i me ndyt, nuk bën. Lema xhamia tona. Ne jemi atlet me Kudsin. Edhe ka qenë kibla e parë. 16 muaj pejgamberi sa namazu këtu ka Kudsi. 16 muaj. Derisa kur ka shumë Medinë, Allah ka këtu ka Mekkeja. Prandaj në zemrën e çdo do të kon Kudsi. Është çështje e besimit Kudsi, nuk është çështje politike. Është çështje e besimit, është çështje identiteti Kudsi për ne. Çështja tjetër që mund të ndodhë është se Xhibrili duke u ngritur në qiell, kush është Xhibrili? Është meleku më i madh. Krejt melekët tash e pa sa është numri i tyre së dim. Krejt melekët i binden Xhibrilit. Është meleku më i madh. Kur Allah ka me kumtuar ndonjë urdhën, e thret Xhibrilin. Këtë melek në shtruan presin çka po kumton Xhibrilin nga Allah i madhnuar. Megjithatë, duke u ngjit çdo kat, ka thonë unë jam Xhibrili me mua është Muhamedi. A kërkuli pse? Se Islami na mëson rregulla dhe disiplinë. Rregulla dhe disiplinë. Kush çu don, ku don me i çka do me bëu, ka dashur ka rregulla apo. Ka disiplinë. Ne nuk bën me bëu kaos jetën tonë, me bëu kaos sistemin tonë, shtëpinë tonë, vendin tonë, rrugën tonë, xhamin tonë. Mi zbatu rregullat, ka rregulla. Pra ke pa për shembull, nëse lexon në hadith e pejgamberit sa, ka rregull çish me një shtëpi. Sonin me cilën kom dush të shtëpi. Jo, hen me djathtë dur bismillah. Kur dal për shtëpis, prap ka rregulla. Nëjna besimtar në një fe që këtë ka rregulla, nuk është kaotike. Kur e vesh teshën, çush e vesh? E vesh me djathtë bismillah. Kur e desh me të majtën, thush bismillah. Shika, rregulla ka. Me mësu me kon i disiplinum. Kur thim banjo hin me kom të majtë, kur del me kom djathtë. Kur ham buk, thush diçka, kur krym buk, thush diçka. Ondër të keqe me pa ka doa që ka me thonë, ka regula, që është ki musil ka shi ondrës keqe. Mos tasë për punë tjera, është fej regullave. E na du të me njoftë regullat e fesë tonë, që musil. Qysh du të musil një musliman në përputhje me regullat e fesë ti. Regullat të mirësjelljes, regullat të jetesës për njësia. Qysh ka jetu Muhamedi alayhi salatu wasalam. Nga që marëm të nërëzër, është me mësimet shumë ta, është edhe se gjithë ky respekt që e ka gëzu pejgamberi sa me ardhë Xhibrili me marrë me shku, gjithë pejgamber e ka taku Ademin e sa, e ka taku Nuhin e sa, ka taku pejgamber shumë, se se tuk e përgëzue, tuk e i dhonë selame, tuk e nderue
Çka më kuptu kjo? Kjo më kuptu se kush është Muhamedi alayhi salatu wasallam. A e vlerësojmë na Muhamedit as Mustafa? A dojmë na duhet sa është pejgamberi jon, nëna ummeti i tij. Andaj nëna ummeti më i mirë që ka dalë këtyre tokës ndonjëherë. E kena pejgamberin më të mirë, e kena librin më të kompletuar, më të saktë, deri në gjykimi s'ka libër më i saktë se Kurani. Andaj kjo do të më ngjotë na, domthonë edhe kënaqërinë, edhe dashurinë, edhe respektin, po edhe përkushtimin që në raport me Muhamedit sallallahu me kon serioz. Kur thot pejgamberi diçka, do të më pasu. Kur ai thot diçka, duhet më bëu, na duhet më bëu. Kur ai thot zban, na zban më bëu. Se nuk është një rëndom taj. Ato Allah e ka dërguar me na mësu. Ai shikoj çfarë respekti gëzon pejgamberi sallallahu në qiell. Edhe kjo është një që mundemi përmesoj me kuptu vlerën e Muhammedit alayhi salatu wasallam. Jo nuk ka që marrë vendosur është se në këtë udhim pejgamberit alayhi salatu wasallam ju ka bëu obligim namazi. Çka më kuptu kjo? Të gjitha obligimet, të gjitha ndalesat, krejt kërkesat e Allahut ndaj robëve të tij, të gjitha janë bëu të kon pejgamberit në tokë. Përveç namazit, veç ai u bën qiell. Për me dërgu se namazi është vepra më madhore pas besimit në Allahun te barekutaala. Nuk ka vepër më madhore. Nuk ka vepër më e rëndësishme në Islam se namazi. Prandaj gjithë këtë rëndësi që ka namazi të ndërzuar, gjithë këtë rëndësi, gjithë këtë peshë që ka, gjithë ato inkurajime që janë për namazin, gjithë ato kërcënime që janë për atë që se fal namazin, megjithatë ishte musliman se fal namazin. Habitesh, ka një tregues se ka shumë ignorancë në mes të muslimanëve. Ka ignorancë shumë. Andaj musliman ka nevojë me mësu fen, jo me gjyku për shkak të mos praktikimit të fesë. Se s'di njerëzit, mësoj u fente, mësoj u namazin. Në shpe kur i, në rrugë kur i, në shokëve tu, kallëzoj sa është serios puna e namazit. Andaj namazin në qiell tregon çfarë rëndësie ka namazi. Pastaj 50 namaze. Nësi marrim 50 namaze që në esencë që më obligim, qysh është më falë, çdo gjësore gati apo çdo gjësore 24 orë, çdo gjësore çu falë. Çka tregon kjo? Tregon mas pari mëshirën e Allahut ndaj neve. Po tregon në anë tjetër se edhe me e pa kërku Allahu gani të falemi çdo gjësore, kështë me qenë e drejtë, nga se realisht na ka kriju për ma adhuru. Nuk nga ka kriju me hongër e me pje me flajt. Ato e njete. Forcu është pak edhe e stutje. Esenca e jetës është adhurimi Allah të paru tali. Që është esenca? Ti në këtë botë kjo ardhë Allah në më adhuru. Me krejt që ka Allah për te ka kërku. Krejt që ka Allah për te ka kërku. Ka kërku namazin, ka kërku agjerimi, ka kërku këtë. Që ka të që ka kërku Allah për te? Te duesh me e adhuru Allah në përmes asaj që Allah ka kërku. Të larguash nga ja që Allah ka ndalu, si shenjë respekti dhe adhurimi dhe Allah të manuar, nga se për këtë Allah të ka kriju. E kur thot 5 namazi vjen që për qëta e kriju ti, gjdo gjësore më qunë më mora abdesin më falë. Po mëshirë Allah të azogjen. Shke Muhammedin alayhi sallatu wasallam. Para ti shke Musa alayhi sallam. Musa alayhi sallam realisht e ka pas popullë vetë, a i ka mori në gjallë me popullë vetë, me Beni Israelit. E ka mund me unë e kam popullë vetë, e kam kujtë detyrin tem, ta është këtheo të edhe 50 dhe t'i bujnë ata. Pse? Po jo, Musa alayhi sallam është pejgamber. Nuk është Musa alayhi sallam i rëndëmt, apo? Nuk është Musa i në gjij me Arab, apo se unë jam Arab. E me këtë, ja, Musa nuk ka kështë pejgamber, e ka mi bashku njerëz, për çfarë njerëzit. Dhe kjo më kuptu se nëse ndjekën mësimet e pejgamberëve, njerëz ka mudash me zveti. Nëse ndjekën mësimet e pejgamberëve, njerëz ka me konë të lidh me zveti. E kur lihen mësimet e pejgamberëve, njerëz urrehen, njerëz luftojnë, për shkak se s'ka mësime, ka errësirë. E në errësirë pastaj dihet se kush e ka çpërdor natën. Natën kush e ka çpërdor? Dihet kush do të peshkon në ujë trubullt. Se tani thot kishe kapa peshkun, ka që me kap diçka tjetër, po s'mundet e turbon ujë tani, kapa të që i pëlqen lemën të peshkut apo. Ama pejgamber kanë ardhur me bëu i të pasur, me bëu ditën, me bëu udhëzimin që me pa. Ndjekja mësia e pejgamberit na bën mudasht. Me pa njek pasues të Musait, e pasues e Isait,
e pasus të Muhamedi se Muhamedi sa kishte më bashku me vetë. S'kishte pas lufta. Nga se Musa, Isa, alayhi salatu wasalam, Muhamedi alayhi salatu wasalam, çka kanë ardha? Kanë ardhur me sill besimin në Allah xhallahu ala. Edhe me lidh njerëz në emër të besimit, që më ndërtu toka në frymën e asaj që Allahu ka kërkuar. Po kur e praktikojmë mësime, njerëz pastaj kanë normal janë kthy tytave të pushkës ose tehave të shpatës, edhe kanë luftuar me vetë. Edhe nuk është e vërtetë kur që fejt kanë sjell lufta. E kundërta është atë. Njerëz sa më fetar, më pak lufta ka ato. Mirë po, kur do njerëz me manipulu, ka punë tjetër ashtu. Edhe Musa sa më ka thënë pejgamberi, shko thuaj se nuk ngojnë. I kompronë njerëzit, i më kom para te pejgamberin, e di njerëz çfarë thonë. Musa si më ditë. Kjo është në rrëzë dhe vlera e njerëzve përvoj. Ka njerëz që kanë përvoja. Nëse ka njerëz që kanë kry shkolla, po kanë vjetë, kanë përvoj, duhet mingu ata, sa i din diçka. Ai nuk din ç'a shkruan, po ai din ç'a ndodh. Ai ka përvoj, din vetë ai apo. Dhe Musa çama ka ditë gajbën, më sheftë, më ka ditë Musa, më thonë ti ku po din që ata s'besojnë. Po s'po thonë që e di gajbën, se Allah din më sheftë, po e di përvojën, i kanë përvoj njerëzit. Njerëzit nuk durojnë, nuk bajnë shumë. E këtë Allah e ka ditë Allah asë gjerë. Mirë po e ka mundësu që të ndodhë kjo ngjarje për ne mësimet shumë të neve. Me Musajnë alayhi salam, me pejgamberin e sa, me kuptu mëshirën e Allah xhallahu ala e kështë më radhë. Që ka Musa e qëmë, s'ka pas zërinë e pejgamberin sa. Me thonë, pëse me kun umeti ti ma shumë, le devijojnë e ta, apo le tjetë umeti jam ma shumë. Pëse me mësuën për mirë ta. Jo, s'ka. Njëri mirë mësën që të kanë. E po kanë disa, se mësën diku zënatë dhe thotë se ma marë bukën apo. Bukën e ka dome që të kush Allah. Bohajrë mëse e dikuj të punën apo. Se ka zënë për shambull një mësima, se ka zënë një diqka pëse me kontë e dikush me meqë mësën apo. Nëse mësimi s'të ka bohë bamerës, së dhvinë kure që ke mësu apo. Nëse mësimi s'të ka bohë me i dash njerëzit, e me mshiru, e me punu mirë me ta, s'të ka bohë hajrë kur që mësimi apo. Qëtë mësimit e pejgamberit, që të në kam se pejgamberit Allah të barë këtana. Andaj Musa alësam, i tha pejgamberit, shkallip, dhe pejgamberit të rëzit, se ka pasat me shku me këthy. Te Allah mi thonë, a bërë pak ma letë ato. Po pëse ka bo? Për shkak se ja u ka dasht mire njerëzve. Ka mujtë me thonë Muhammed Esam, Allah më tha 50, unë e përshkoj për i thamë, dashin me falë dhe të falë, mos dashin punë e madhe se punë, ja u brës. Statë shumë Muhammed Esam rëzit, nuk thë kështu, nuk është këj fjalluri i ti, nuk thët e kështu apëtë. Që kështu njerëz, sot do njerëz apëtë. Unë ju thash, dash me mësu, mëzash që kemi shku në gjehnem, nuk thuhet kështu apëtë. Do të me luftu me pështu njerën apëtë. A i ka mërësit ta që pejgamberi alayhis salam të nërëzër Isra i Miraj i ka orë pas kojna, mas kujna ka orë. Mas dhe më thonë, dhunës të Mekë, mas dëbimit të Taif, që ka sa kam pas mësime koni musht për njerëz, vapër. Kur ka thonë, këtheu i thuzotit, ma pak se nuk ngujnë njerëzit, kush ka mujtë miran me njerëzit? Që ta në Taifa, po ata së pëngujnë, ata shkoj ju thamë, e zdojnë i mytë zoti. Prapë s'ka dash me kam s'mu hakmarë, edhe kërë kojnë qila të. E më shkuj ka thonë zotit, e se edhe këtë të khfif, kërkoj Allah me letu pak, letaj o pak se rane kanë 50. Deri sa i ka thonë Musa, as 5 kanë me t'i falë. Shko thuj Allah, letaj pak, ka thonë pejgamberi se po vjen marrë mo, mos në thomë, e ka me t'pesa. Dhe më në duket kjo si punë, po kjo ka qenë mes pejgamberve, ama Allah e ka ditë sa ka me metë. Allah e ka kjo punë të Allahun e kryme. Po e ka mundësu këtë dialog me pejgambert që na me marrë mësime për tyne. Jo që kjo ka ndiku në ngjarje, se Allah e ka ditë që në 5 komunale që ka më ndodhë, se Allah i din. Po ka mundësu këtë ngjarje më ndodhë që njerëzit me marrë mësime nga dialogu, nga diskutimi, nga dhe mëshëria pejgamberë për njerëzimin, mëshira që kanë pas pejgambert për njerëzit, në këtë rast Musa dhe Muhammedi alayhi salatu wassalam. Dhe në të fundit me përmend, nëse ka shumë, por fundit me përmend është se gjitha udhëzimet e fesë janë të lehtësuara. Namazi, nëse ka mërin 5, s'ka mundësi ma letë me shku më apëtën. Këpo njerëzën 5 shumë vëlla, apo me të sabon me falë, po, a din sojnë konë vëlla apëtën, a din sojnë konë. S'ka ma letë, nuk mund është me ko ma letë. 5 është doon lehtësimi i fundit mo. S'ka mundësi me konë. Gjitha obligimet e një shëtë në vëzot.
Gjithë obligimin që sot. I ka si Allah xhelal në fundin e mundësive njerëzore. Gjithë kanë mundësi. Përveç për arsyet e caktuara që njerëzit për situata të caktuara nuk kanë mundësi, kjo punë tjetër, Allah ja pron mundësi, ja pron Allah xhelal arsyotimin. Sikurse për shembull i smuti agjërushëm, smut me kon, ose në haxh, që s'ka mundësi me shku, për shkak se haxhi është ibadet që kërkon edhe aspekt material. Po në esencë, do prap haxhi, se shikon se çfarë vlerë ka, çfarë dobi ka, çfarë obligimi kryen ti me haxhin, çfarë punë është haxhi. Prap kur e mat me do vene të botës, që shkon vetë për qefi, opet haxhi më i liri del atë. Hajt ka thonë çfarë vani të mirë në dunja, mund të më shku me 70.000 euro. Ku mund të më shku me 70.000 euro? Hajt qyri ti për javë më dali këna. S'mund është vazhdim. Ne kemi pa ato ofertat më shku. Ose po vjas më shku në Brzovic, apo. Po bot dikon me dalë në për qendrat e mëdha një orë, apo mos i përmeni. A mund të më shku me kaq parë? S'mund është vëllai. Nuk mund është. E qa ka atje kur shkon, qef me bu, kur që, pse në s'ka për. Bile ma rëzikush, më bush haram, ma shumë se që ke pas atën. Kur që s'ka ma shumë? Këtu për shkon qabë, këthejesh për qabës si a ditë ku të kalin nona, pa gjunaha, i pasër, i ngritun. Ka thonë pejgamberi sasëm, haxhi i pranum, paguhet veç me xhenet. S'ka pagë për ta. Sunja pagun haxhivet kur qysh mundin pas me xhenet. A një qëfar vepër është haxhi vëllai? Njerëz mi shtrajt vëllai çka. Mirë Allah, a di çka i dosh me kriju Allah? Të çfarë punë po kryen ti apo? Andaj, shikoj haxhi është më i liri, namazi është më i lehti, agjërimi është më i lehti. Një herë në vjet, një muaj ditë, edhe ata jo 24 orë, veç pi agimit deri në akşam. Pastaj tash edhe pak vjen e hala mandimin agjërimi, ma shumë kena me hongër se që kena me gjinu. Ma gatë ka me konë me hongër se që kena me gjinu. Në të simi madhë, për. Zekati, t'jep Allah pasurin, këtë të kep Allah pasurin. 97.5 ma e projekti, ku dush hargjete, 2.5 fukarasë Allah. Shumë, më pëtën. Që me 2.5, sa pëtë me të letu ti mërë Allah, pëtën. Dajte, shiko tash vitet, 3 euro vite për njeri, 5 antar, 15 euro. 15 euro, pa di që ka bënd të me vitra, se vapi fukaras, ose ku e destinon, apo. Pastaj për shembull, ka thonë pejgamberi, është pastrim për agjërimin. Ke fol diçka që s'ka, s'është e hikshme, ke kthyer diçka, ke ngunë, vjen me 5 euro e pastron agjërimin aty. Ku ke pa kaç lira vëllai? E tani thënë, valla feja e vështirë apo. Çfarë vështirë më vëllai, po më let s'ka më burr apo. Po s'ka më let. Që të Allahu ka thonë, yuridu Allahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah po do më lehtësoj juve, jo më vështirësu. Se me ditë çka po ju pret në tarmën, në varr, e në ringjallje, e çfarë udhimi të gatë keni më shku, e çka kam ju dash nga furnizimi, keni më thonë lirë shumë, me ditë, domthon çka paguani ju me kët adhurim apo. Njerëz kanë thonë në gjykimet me këto po përfundojmë, me kuptuar të sa është çmimi i shpëtimit të gjykimit apo. Që ti e paguon me 5 euro vitra e me një haç dik mundsi me do 5 vogte. Ti me çka që paguon, domthon. A di sa është domthon i shtrajt shpëtimit të gjykimit apo. Ata që kanë pasur nuk shpëtojnë. Allahu e përmend dhe na besojmë fjalët e Allahut azza xal. Allahu e përmend se ata kanë me kërkuar që me i sakrifiku familjarët, mere babën, mere nonën, mere grunë, mere thmit, me që në të pështeja, jep njëri vëlla fmit e vetë, me pështu vetë, ku jep këtë njëri, që është gazep i madhë, që është dënim i madhë, vuajtje madhë, mjerim i madhë, një nuk gjenë me që ka më u shpagu, e është në gjendje familën me jep, veç unë e më shkoj që ati jepën, qëfar dënimi është. Apo kuptet ashti, që ka ndodhë atje, e thush krejt që ke me qka, me qëto. Po lirë të këshme, po Allah i kalaj është Allah, për. Për të mene pali pa Allah, qdo që zë mu që mu falë, i shkon pak për gjenetin e vlasnilë. Allah, e nuk bon kur që me këtu një shtrajt, që ka Allah kërkëna se lirë është ato që ka Allah tjep, e që ka kërkëru për të jopë. Të ku në dunja është e shkurt. Sa dhe të knaqë, ki mu knaqë, sa vjetë ki mu knaqë. E tani, e keni pa dunja të nëzër. Nëse je kon 60 vjetë shnash, 70 shnash e kon,
Kur s'kallim kërkon. Një vjet e smut, këtë ata shnoshin 7 dhe harrën që kon. Marrova smut. Një vjet. Po ti prit pak bles, po 70 me kon smut. Smunë. Një sprov ti harrën këtë të mira që ke pas. Ç'kjo dunjoja ato? E njerëz për që dunjoja me u knacin e xhenetit për etsin, ku logjika, ku mendja ato. Dhe që kjo është rrezë që na ka mësuar Allahu xhallahu që do të të kënaqur që e kemi Islamin fe e Muhamedit pejgamber e megjithatë që e kemi Allahun xhallahu Zotin ton, Allahun që na ka udhëzuar, na ka ndryruar me këtë fe e na ka mësuar ato që ka më lehta, më mira e mundshme, apo ti jetë pjesë e fesë tonë e me tëna me fitu ato që ka vullai si fiton me këtë dynjë me ta falë Allahu azza wa jalla fiton apo nëse se hi kadira e besimit dhe kadira e adhurimit apo Allahu na mësoj që të pastrojmë zemrat tona, të udhëzojmë në rrugën e drejtë. Allahu na mësoj që ta dojmë Allahun e pejgamberin, ta dojmë fenë e Zotit xhallahu ala e të përhapim këtë fe me kënaqëri e me kënaqësi të tjerë, t'ju tregojmë se a dini sa lehtë është, a dini sa mirë është, jo sa rënë është, shumë lehtë është, këndshëm është, mirë është, lumtur është njeri kur është në rrugën e Allahut te barekuhu teala. Një thirr godet, Allah thotë paguaj sevap kia, bësaba. Ku e gjon këso? Prandaj na duhet vlerë të kësaj femi ditë. Edhe me dashurinë Allah xhallahu ala me konstabil këtë fe dhe me ecë tutje të në fund të kësaj jete. Kjo është ndërvozëra që ka ndodhur me Isra dhe Mirajin, shumë shkurt normal, nëse do bi veç kalim të lidhur me këtë çështje, edhe pse tash ka shumë këtu çka më u thonë, ka shumë dobi, veçanërisht edhe pjesa kur është kthy pejgamberi në Mekë se e kanë prit, po këto inshallah me ndonjë rast tjetër. Me kaq për fund, faleminderit për vëmendjen, për sabrin, Zoti është shpërbleft që në këtë kohë po bëni sabër me ngu, jo po guftë Allah shumë fesh mundin edhe u takoshim për të mira. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen katira.